Vargjet që neve do të ndalemi sot janë vargjet 22 deri 24. Çfarë i mbetet me të vërtet njeriu për atë predikuesit që sapo lexuam së bashku? Çfarë i mbetet njeriu për tërë mundin e tij dhe për shqetësimin e zemrës së tij, me të cilën është munduar në ndjenjë. Tërë ditët e tij nuk janë veste e dhëmje dhe puna e tij është e rëndë. Zemra e tij nuk pushon as natën, edhe kjo është shtohtësi. Për njeriu nuk ka gjë më të mirë se sa të hajë e të pijë dhe të gëzohet në mundin e tij. Por kam vënë re se edhe kjo vjen nga dora e Perëndisë. Keni vënë re që mashtrimi më i madh që ne njerëzit pranojmë është që çfarë po përjetojmë për ne ose çfarë jemi duke jetuar ose për çfarë jemi duke vuajtur është diçka e re. Nuk i ka ndodhur dikujt më përpara kjo gjë. Ç'më gjeti mua, ëh? Ose edhe vendimet që neve marrim na duket sikur janë të reja, ëh, nuk i ka ndodhur dikujt kjo gjë. Edhe thjesht shpesh herë neve pyesim, ai ka ndodhur kjo dikujt më përpara. Mundi, puna që neve bëjmë, është diçka e re, ëh? Pra, lodhja. Nëse ne do të bëjmë një pyetje që do të jetë për gjatë gjithë mësimit tonë, për çfarë mundohemi ne? Për çfarë përpiqemi neve kaq shumë? Ose për çfarë punojmë ne? Mund të kemi një mënyrë tjetër për të formuluar këtë pyetje, por besoj që rreth kësaj gjëje do të rrotullohet. Për çfarë punojmë ne? Dhe një nga përgjigjet që ne mund t'i japim ne është që të gjithë besoj që do vjen dakord është për diçka më të mirë. Kemi kushte më të mira, kemi mundësi që të ushqejmë, kemi mundësi që të jetojmë, kemi mundësi që të shkollojmë fëmijët tanë. Të rriten në një ambient sa më të pastër, sa më të mirë, mos të vuajnë në të njëjtën mënyrë që kemi vuajtur ne. Është shumë e rrallë. Edhe gjithashtu duam që dhe shoqërinë fëmijët tanë ta zgjedhin për një shoqëri më të mirë, për një gjë më të mirë. Por në të gjitha ne harrojmë diçka që për të gjitha këto gjëra është dhe termi kohë dhe termi edhe fakti Perëndi. Sa e prej nesh mendojnë që edhe i themi vetes kemi kohë. Nuk ka ndodhur besoj që gjendemi përpara këtij fakti dhe themi që kemi kohë. Do ta lëmë për nesër, do ta bëjmë më vonë. Duke patur këtë lloj mendësie, ne vjen pre e faktit pra ose të thënit kohës. Ne kohën e kemi të limituar. Të gjithë ne jemi dëshmitar, si për ata përpara nesh dhe për ata që do të vinë, është që ne e humbasim këtë ndjesinë e kohës. Ja, nëse ne do të ktheheshim në momentin që ndodhemi tani në jetën tonë, në pozicionin ku ndodheshim tani dhe kthejmë kokën mbrapa, wow, sa shpejt ik. Edhe ti thua, besoj që gjithë secili prej nesh do të mendonte ose do dëshironte që të bënte diçka ndryshe me jetën e vet. Të bëja këtë, të bëja atë. Ne mundohemi, punojmë dhe mundohemi kaq shumë, po ne harrojmë që ne jemi përkohësisht në këtë. Dhe harrojmë të vendosim prioritete gjërave, çfarë duhet, ku duhet ta shpenzojmë më shumë kohë. Për shembull, e keni dëgjuar thanjen që thotë, mos do bini dakord. Njeriu kur është i ri, punon fort që të bëj para. Pastaj shpenzon parat për të mbajtur shëndetin, sforcohesh kohë. Dëmton trupin e tij, shëndetin e tij që të bëj para. Pastaj me parat që bën, i shpenzon për të mbajtur shëndetin, për të mbajtur trupin e tij. Pra kur çdo gjë e ka një fund, është e vështirë të arrish në një pikë ku të thuash kjo është e mjaftueshme. Besoj që asnjëri prej nesh në këto momente ku ndodhet nuk është i kënaqur me jetën që ka. Do që diçka më shumë, do diçka më të mirë. E kemi vënë re që edhe moda ndryshon, edhe mënyra të veshurit ndryshon. Të gjitha gjërat ndryshojnë. Për shembull, një rrobe që ke pas veshur vite më përpara, s'ke qejf ta veshësh më tani. Na duket se ka dalë jashtë modës duke. Toti fare. Herdet. Divanet, çdo gjë që ti kjo s'ban, do ndryshuar, do. Pra, ti dëshiron të kesh diçka më tepër, ti dëshiron të kesh diçka më të mirë. Edhe kjo përsëri neve kemi rënë pje pre e kohës. Sepse ne kemi humbur sensin e kohës, edhe problemi qëndron që neve jemi ku jemi. Nuk jemi në një stat të jetës tonë siç kemi qenë përpara, le të themi 5 vjetësh, 10 vjetësh më përpara. Kujt ja merrte mendja që kur ngrihesh në mëngjes, edhe të dhem një gjymtyr që thua, dale, e vrava unë këtë, apo kam ndonjë problem shëndetësor, apo është pjesë e moshës që do romatizëm, që është rojos. Në disa studime të ndryshme që janë bërë gjatë viteve, këto janë 5 gjëra që njerëzit prak vdekjes, në fund të jetës së tyre, do dëshironin këto 5 gjëra t'i bënin ndryshe, pra të ndryshonin. E para, shumica e njerëzve që u pyetën, do dëshiroja të kisha pasur kurajon të jetoja një jetë të vërtet për veten time, jo jetën për të tjerë, që presin nga unë. E dyta, do dëshiroja mos kisha punuar aq shumë. Mos shkoja vetëm gjithmonë në punë, por që mund ta shijoja jetën me familjen, me miqt. Do dëshiroja të kisha pasur kurajon të shpreh ndjenjat e mia. U mërzita. Jam i kënaqur. Ka njerëz që thonë për shembull, në momente të ndryshme nuk dua vllazërin. Troç, nuk më pëlqen.
Kurse neve asnjëri nuk e ka kurajën të thotë tjetrit, për shembull, nuk pëlqen rrinë ty, nuk pëlqen dalë me ty, po thotë ish mangët, jo kam punë, jo kështu, nuk vjen, nuk kam lek, nuk mundem, nuk çfarë do lloj justifikimi për mos thënë këtë pikërisht. A kam drejt këtë pjesë? Do të dëshiroj të kisha mbajtur lidhje me miqtë e mi, me miqtë e vërtet. E katërt. Dhe e pesta, do dëshiroja të kisha lejuar veten time të isha më e lumtur, më i lumtur. Shpeshherë ka njerëz që nuk e lejojnë veten e tyre të jenë të lumtur, se thonë diçka e keqe mund ndodh, po të gëzohen shumë. Kjo e qeshura e ka një mrapa një kështu që thon pleq. E ndërsa njeriu përpiqet të ketë një jetë sa më të mirë, harron dhe diçka akoma më të rëndësishme. Pjesë që është pjesë e jetës, është vetë Perëndia. Pra për të patur Perëndin pjesë të jetës, njeriu harron të gjë. Edhe thjesht neve themi që kemi kohë. Kemi kohë, do shkojnë, le themi siç e kemi neve tani, tonë do shkojnë në kish, do bëjmë për adhurimin. Do kam kohë që të shpenzoj edhe tek fjala e Perëndisë. Nesër, çik më vonë, pak më vonë. Por më ka ndodhur kjo. Edhe e kam gjetur veten shumë keq. Që nuk e di, tek punët e shtëpisë u ndodh, besoj që u ndodh se kur je në punë mund edhe të sforcohesh që je detyruar që ta mbarosh atë çfarë të kanë kërkuar, ta mbarosh në kohë, se do pas do humbet vendi i punës. Por në shtëpi mund të thuash që do ta bëjmë vonë, e le për nesër. Për shembull nxënësit me detyra tani që filloi shkolla thon kam kohë. Kur vin të premte, a jemi të shtunë të diel pushim. Edhe sot është e diel. Edhe nuk e di sa detyra mund kemi mbaruar. Por pra jemi të predispozuar që të mashtrohemi tek kjo pjesë, kemi kohë. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe që duhet të jetë pjesë e jetës tonë është që ne duhet të bëjmë pjesë Perëndin në jetën tonë. Për ta patur pjesë në jetën tonë Perëndin, neve duhet kemi parasysh që për të arritur kënaqësinë e plotë, i keni vënë re që njeriu kur përpiqet që të ketë diçka, se pak më përpara neve u thamë që njeriu nuk është i kënaqur plotësisht. Pra duam diçka më tepër, që bëra pyetjen a jeni të kënaqur me pozicionin ku ndodheni tani, pra do të dëshironi të bëni gjëra ndryshe. Sekreti është, faktën nga ana biblike, që në mënyrë që neve të kënaqemi, të ndihemi të plotësuar me atë që kemi, dhe të jemi Zotit mirë, të jemi mirënjohës, është nëse neve kemi Perëndin në jetën tonë, atëherë neve do e gjejmë këtë lloj kënaqësie. Nëse nuk e kemi Perëndin të jetës, pjesë të jetës tonë, atëherë ne asnjëherë s'do të kënaqemi. Ju kujtohet para 2 ose 3 të dielash, neve studiuam nga Psalmi 127 dhe nëse Zoti, thot Psalmi 127, nuk ndërton shtëpinë, mëkat lodhen ndërtues. Nëse Zoti nuk ruan qytetin, mëkat e ruajnë. Pra me pa Perëndin çdo gjë e ka një fund, e ka një limit, edhe kënaqësia jote është momentale. Nuk ndjehesh i plot, nuk ndjehesh i plotësuar. E keni vënë re kur nuk keni një pjesëtar të familjes në shtëpi, për shembull, ne që jemi me fëmijë kur vetë jo jeni zakonisht që e lëm të gjyshja ose të gjyshja, neve e ndjejmë që ai nuk është në shtëpi. Edhe pse ka momente që mund na acaroj, sepse kur i marron kohë e telefonit vjen e gacmon fëmijët, i bën që të çaj, edhe thot nuk i bëra gjë. Po përsëri neve e ndjejmë mungesën. Edhe shpesh neve do dëshirojmë dhe themi, "Çfarë ta? Po më çfarë bëj? Aty arri." Po përsëri e kemi atë ndjesinë që e duam. Pati edhe motrat vllai me motrën, se vllai me vllai. Edhe pse zihen, ja këta dy të vegjël zihen shumë. Ishim për të qetur, kur nis vetëm anci, pastaj filluan të ziheshin të dy. Është rradha ime. Jo kam radhën unë, jo të qetem unë, por ka momente kur njëri nga ata nuk është aty ose nuk po vjen, do kush anci, kush argisi, se nuk po vjen. Edhe që zihen. Ti thosh argisit, shko putha anci ta vrasësh. Ta përqafoj. Pra, por e ndjen mungesën, e ndjen atë. Pra kjo është ajo lloj për atë lloj ndjesie që unë po flas. Për atë lloj ndjesie, emocionin që të fal pjesa e të qenit me Zotin. Edhe këtë lloj kënaqësie vetëm Zoti mund ta jap. Ti mund të ndihesh i kënaqur në kasollën tënde. E keni vënë re që ata që janë me një familje, me një shtëpi të vogël, e lën derën hapur, han ushqen, kënaqen, kurse ai që është i pasur kërkon që të ruaj veten. Jo vetëm që ka vendosur mur të madh të fortë, por ka vendosur porta, ka vendosur kamera, pastaj ka vendosur edhe korrent te muri që mos ta ka dikush që mos ta ka korrent. Më pa i sigurt ndihet. Sa më shumë të paske, aq më i pasigurt ndihet. Pse? Sepse ti atë mundin tatë që ke arritur, që ke bër, ti thua është e imi, edhe nuk desha që njëri të më marrë. Por me Zotin është ndryshe. Unë po mundohem edhe një herë t'ju shpjegoj ashtu siç unë e kuptoj në këtë momente fjalën e Zotit. Me Zotin kënaqësia është e ndryshme. Shkojmë pak tek Jakobi së bashku. Jakobi kapitulli i parë. Është faqja
246. Do të lexojmë vargjet 17 dhe 18. 16 apo ta lexojmë prapë ka kuptim me këtë që bën duan. E gjetëm? Mos u gënjeni, vëllezërit e mi të dashur. Çdo dhurati e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur është nga lart dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. Ai na ngjizi me vullnetin e tij, me anë të fjalës së vërtetës dhe që ne të jemi një farë fryti i parë i krijesave të tij. Pra çdo dhuratë e mirë, çdo dhuratë e plot, çdo gjë e mirë vjen nga Perëndia. E në mënyrë që ne të arrijmë këtë lloj plotësie, këtë lloj kënaqësie, sepse ndërsa ne lexuam te kapitulli 2 i predikuesit, na tha që çdo gjë, çdo përpjekje është e kot. Nuk po themi që tani të jemi të qartë. Nuk po themi që të heqim dorë së punuarit, së siguruarit për familjen, nuk po themi të heqim dorë që të studiojmë, nuk po themi që të shkollohemi, por ama të kemi një lloj balance ku kemi Perëndinë në jetën tonë edhe këto arritje tona të jetës. Duhet të dim diçka, çdo gjë që është bërë materiale, është bërë për ne. Dhe jo ne për materiale. Sepse ndonjëherë neve i ndryshojmë vendin edhe themi këto janë më të shenjta, më të shtrenjta se sa fëmia, se sa familja, se sa shoku, se sa miku. Edhe ju e dini dhe jeni dëshmitar se sa e vështirë bëhet marrëdhënia në punë, ku njerëzit shfrytëzojnë njerëzit për të marrë një gjë materiale pak më shumë, për të marrë një lek më shumë, ose për të marrë diçka më tepër. Edhe këta thonë, kënaq, e quajnë zgjuarsi, e quajnë forcë, e quajnë arritje të madhe. Por në fund të ditës nuk je bosh. E di si i tha Jezusi farisejve nëse manin me gjithë gjonin? Jezusi i tha, ju tha nga jashta jeni si ato tha qivure, pra të bardhë, të pastër, por brenda tha keni hesht, keni kalpsirë. Pra nuk keni shpirt, nuk keni dashuri të vërtetë. Kurse Gjoni tha ju pjellën e perkas, sepse ata silleshin shumë keq dhe i përdorin njerëzit për të arritur kënaqësitë e tyre të momentit. Pra nëse neve bëjmë këtë gjë, ne nuk jemi në anën e Zotit pak. Kjo pjesë ka rëndësi. Nuk jemi duke arritur këtë. Edhe nëse neve nuk e kemi këtë gjë, neve aq shumë do mundohemi dhe asnjëherë nuk do të kënaqemi. Asnjëherë nuk do të ketë një fjalë mirënjohje, një faleminderit. Keni përmendur që ka njerëz të tillë që gjithmonë kur hyn ose kur ju takon gjithmonë ka kritika, nuk thot diçka të mirë, nuk thot diçka, nuk kënaqet. Do thotë ti e ndan me atë që shikoj bëra këtë gjë. Po pse kot, harxhon kot. I keni dëgjuar këto njerëz që asnjëherë vetëm kanë atë syrin kritik, vetëm si që të hedhin poshtë çdo mund, çdo përpjekje tënde, është kot. Nuk do. Bëje. Provove. Nuk doli, shumë mirë. Po të paktën e provove. Kënaqe, e zbulove që ajo ishte diçka që nuk arrit, do gjesh një mënyrë tjetër për të arritur. Nuk është fundi i botës. Provoj. Unë kam gjetur bekim më të madh, sepse kam edhe kjo është shembulli i fundit dhe do ta mbyll. Njerëzit thonë që nuk jemi gati, moshatarët tanë, që nuk jam gati për familje. Duhet kursej më shumë, duhet mbledh më shumë. Unë kam gjetur veten që kam kursyer më shumë kur jam bërë familjar se sa kur isha vetë. E kam gjetur veten që Zoti më ka bekuar më shumë. Edhe Zoti ta bën mbarën pa. Kur jam me familje se sa kur jam vetë. Por ajo pikërisht me këtë vargun e fundit, çdo gjë e mirë vjen nga Perëndia. Dhe Perëndia e ka bekuar familjen. E ka bekuar çdo gjë. Edhe çfarë është bekim nga Perëndia, Perëndia do e bëjë mbarë. Fakti që neve nuk e shikojmë dritën në fund të tunelit nuk do të thotë që Perëndia nuk është. Por le mos heqim dorë së patur i besim nga Zoti.